Në këtë moment, ndërsa lexoni këto fjalë, truri juaj po ju gënjen, po ju krijon një iluzion kaq të fuqishëm sa e keni jetuar çdo sekond të ekzistencës suaj brenda tij. Ky iluzion quhet koha. Dhe çdo gjë që mendoni se dini për të, se e kaluara ka ndodhur, se e ardhmja do të vijë, se momenti i tanishëm po rrjedh si një lum, është një konstrukt i ndërgjegjes suaj. Jo një realitet fizik, jo një dimension i universit, por një burg i mendjes njerëzore. Në vitin 2007, fizikanti italian Carlo Rovelli publikoi një ekuacion që trondit themelet e fizikës moderne. Në formulat e tij për gravitacionin kuantik, koha thjesht nuk ekzistonte. Jo si një variabël, jo si një dimension, as pak. Dhe kjo nuk ishte një gabim matematikor, ishte një zbulim revolucionar. Në nivelin më themelor të realitetit, në shkallën e Planckut ku hapësira dhe koha humbasin kuptimin, universi nuk njeh asnjë tani, asnjë para, asnjë pas. Ekziston vetëm një gjendje pandashme, një tërësi e përjetshme ku çdo gjë që ka ndodhur dhe do të ndodh ekziston njëkohësisht. Por si është e mundur? Si mund të jetojmë në një univers pa kohë kur çdo qelizë e trupit ton, çdo mendim në kokën ton, çdo rrahje e zemrës na tregon se koha është reale? Përgjigjja qëndron në një të vërtetë shqetësuese. Jeni të burgosur, jo në një qeli fizike, por në një burg shumë më të sofistikuar, në arkitekturën e vetë ndërgjegjes suaj. Imagjinoni një peshk që lind, jeton dhe vdes në thelësitë e oqeanit. Për këtë peshk, uji nuk është një mjedis, është vetë realiteti. Ai nuk mund të konceptojë një botë pa ujë, sepse çdo sensor në trupin e tij, çdo instinkt në trurin e tij është evoluar për të perceptuar vetëm atë që ekziston brenda ujit. Tani imagjinoni diçka të pabesueshme. Ju jeni ai peshk. Dhe koha është uji juaj. Në Universitetin e Kalifornisë në San Diego në vitin 2015, neuroskentuesi Anil Seth kreu një eksperiment që ndryshoi mënyrën se si e kuptojmë perceptimin. Ai tregoi se truri nuk regjistron thjesht realitetin, ai e krijon atë. Çdo ngjyrë që shihni, çdo tingull që dëgjoni, çdo ndjesi që përjetoni, është një parashikim i trurit tuaj, një simulim i ndërtuar nga sinzjalet elektrike dhe modelet e mësuara. Dhe koha? Koha është simulimi më i sofistikuar i të gjithëve. Kur lindët, truri juaj ishte një kaos i sinapsave të palidhura, por me çdo ditë që kalonte, me çdo përvojë që regjistrohej, ai filloi të ndërtojë një model të realitetit. Dhe në qendër të këtij modeli ishte një strukturë thelbësore, sekuenca. Shkaku dhe pasoja, para dhe pas. Truri juaj mësoi se nëse prekni diçka të ngjehtë, dhimbja vjen pas. Se nëse lëshoni një objekt, ai bie poshtë. Se nëse hani, uria zhduket. Dhe nga këto miliona sekuenca, nga kjo rrjet e pafundme shkakash dhe pasojash, lindi iluzioni më i madh. Ndjenja se koha rrjedh. Por çfarë po ndodh në realitet? Çdo herë që mendoni se po përjetoni tani, truri juaj po përpunon informacion që arriti në shqisat tuaja 300 milisekonda më parë. Çdo herë që mendoni se po shihni të tashmen, po shikoni të kaluarën. Truri juaj merr këto fragmente të shkëputura të informacionit, një foton që goditi retinën tuaj, një valë zanore që dridhte timpanin tuaj, një molekul që aktivizoi një receptor në lëkurën tuaj dhe i thurr së bashku në një narrativ të vazhdueshme. Ai krijon iluzionin në një momenti të tanishëm që rrjedh pa ndërprerje nga e kaluara në të ardhmen. Dhe kjo nuk është vetëm një kuriozitet shkencor. Kjo është burgu juaj. Në tempujt budist të Tibetit për më shumë se 2500 vjet, murgët kanë praktikuar një formë meditimi që ata e quajnë jetesë në momentin e përjetshëm. Jo, momentin e tanishëm, momentin e përjetshëm. Dallimi është thelbësor. Momenti i tanishëm nënkupton se ekziston një e kaluar dhe një e ardhme, se tani është vetëm një pikë e vogël që lviz përgjatë një vije kohore. Por momenti i përjetshëm është diçka krejtësisht tjetër. Është njohja se vetëm ky moment ekziston, se ka ekzistuar gjithmonë, se do të ekzistojë përgjithmonë. Për shekuj, kjo u konsiderua si një metaforë mistike,
një mënyrë poetike për të folur për meditimin. Por në vitin 2018, një grup kërkuesish në Institutin Max Planck në Berlin bën një zbulim të jashtëzakonshëm. Ata skanuan trurin e murgëve budist gjatë meditimit të thellë dhe zbuduan diçka që shkenca nuk e kishte parë kurrë më parë. Aktiviteti në korteksin prefrontal, zona e trurit që krijon ndjenjen e kohës, ishte pothuajse plotësisht i shuar. Këta murgjë nuk po përjetonin thjesht një ndjenjë të ndryshme të kohës. Ata po zhetonin në një gjendje ku koha, ashtu siç e njohim ne, nuk ekzistonte fare. Çfarë po ndodhte në trurin e tyre? Për ta kuptuar këtë, duhet të kthehemi në një nga eksperimentet më të çuditshme në historinë e shkencës. Në vitin 1963, në Universitetin e Kalifornisë në Berkeley, psikologu Michel Sifre zbriti në një shpelë në Alpet e Detit Mesdhe, pa asnjë orë, pa asnjë dritë natyrale, pa asnjë mënyrë për të ditur kohën. Ai do të qëndronte atje për 2 muaj, duke jetuar në errësirë të plotë, duke u zgjuar dhe duke fjetur sipas ritmeve të trupit të tij. Qëllimi ishte të kuptonte se si truri njerëzor përjeton kohën kur hiqen të gjitha sinjalet e jashtme. Rezultatet ishin shokuese. Pas vetëm disa javësh, perceptimi i Sifres për kohën filloi të shpërbëhet. Ai mendonte se kishin kaluar disa orë, kur në realitet kishin kaluar ditë të tëra. Cikli i tij i gjumit u zgjat nga 24 orë në 48 orë. Dhe më e çuditshme, grupet të numëronte nga 1 në 120 me një ritëm të një numri për sekond, ai numëroi aq ngadalë sa çdo sekondë e tij zgjaste 2 minuta reale. Truri i tij kishte humbur aftësinë për të matur kohën, ose më saktë, kishte zbuluar se koha që ai kishte matur gjithë jetën nuk ishte kurrë reale. Por kjo ishte vetëm fillimi. Në vitet e fundit, një substancë e quajtur DMT, dimetiltriptamina, ka hapur një dritare eve më të çuditshme në natyrën e kohës dhe ndërgjegjes. DMT është një molekule vogël, e thjeshtë, që ekziston në qindra lloje bimësh dhe madje prodhohet në sasi të vogla nga truri njerëzor. Por kur merret në doza të larta, ajo krijon një nga përvojat më të çuditshme që një qenie njerëzore mund të ketë. Një udhëtim që zgjat 15 minuta në kohën e orës, por që ndjet si të zgjas orë, ditë, madje jetë të tëra. Në vitin 2019, në Imperial College London, neuroskentuisti Robin Carhart Harris kreu studimin e parë të plotë të efekteve të DMT-së në trurin njerëzor, duke përdorur skanim funksional me rezonancë magnetike. Ajo që zbuloi ishte e pabesueshme. DMT nuk thjesht ndryshonte aktivitetin e trurit, e transformonte plotësisht. Zonat që normalisht nuk komunikojnë fare, filluan të shkëmbejnë informacion me shpejtësi të jashtëzakonshme. Dhe më e rëndësishmja, rrjeti i modalitetit të paracaktuar, pjesa e trurit që krijon ndjenjen tuaj të unë, që ndërton narrativën tuaj personale, që ju vendos në kohë, u shemb pothuajse plotësisht. Subjektet e eksperimentit raportuan diçka që shkenca nuk kishte fjalë për ta përshkruar. Ata nuk po përjetonin thjesht një distorsion të kohës. Ata po përjetonin një gjendje ku koha nuk kishte kuptim, ku e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja ekzistonin njëkohësisht, ku çdo moment që kishin jetuar ndonjëherë dhe çdo moment që do të jetonin ndonjëherë ishin të pranishëm në të njëjtën kohë. Ata po përjetonin atë që fizikantët e quajnë bloku i universit, idenë se e gjithë koha ekziston njëkohësisht, si një strukturë e palvishme 4-dimensionale ku e kaluara dhe e ardhmja janë po aq reale sa e tashmja. Por si është e mundur që një molekule vogël të zbulojë një të vërtet kaq thelbësore për natyrën e realitetit? Përgjigja qëndron në një zbulim që Carlo Rovelli bëri dekada më parë, por që shkenca po fillon ta kuptojë tani. Koha nuk është një pronë e universit. Është një pronë e sistemeve komplekse. Është një mënyrë se si sistemet me informacion të kufizuar, si truri juaj, organizojnë përvojën e tyre. Kur jeni në një gjendje normale të ndërgjegjes, truri juaj filtron miliarda bite informacioni në çdo sekond, duke mbajtur vetëm atë që është i dobishëm për mbijetesën. Dhe një nga filtrat më të fuqishëm është koha. Aftësia për të organizuar informacionin në sekuenca, për të parashikuar të ardhmen bazuar në të kaluarën, për të planifikuar, për të kujtuar, për të jetuar në një narrativ lineare.
Por kur DMT ja shemb këtë filtr, kur meditimi i thellë e çaktivizon korteksin prefrontal, kur privimi nga gjumi ose eksperienca e afërt me vdekjen e ndërpresin funksionimin normal të trurit, diçka e jashtëzakonshme ndodh. Ju nuk po humbisni kontaktin me realitetin. Ju po fitoni akses në një nivel më themelor të realitetit, një nivel ku koha nuk ekziston. Dhe kjo nuk është vetëm një teori filozofike. Kjo është matematikë e pastër. Në ekuacionet e mekanikës kuantike, koha shfaqet si një parametër jashtëm, një mënyrë për të matur ndryshimin, por jo një gjë që ekziston në vetvete. Në teorinë e relativitetit të Einsteinit, koha është relative. Ajo rrjedh me shpejtësi të ndryshme në varësi të shpejtësisë dhe gravitetit. Dhe në teorinë e gravitacionit kuantik të Rovellit, koha zhduket plotësisht në nivelin themelor. Ajo shfaqet vetëm kur shikoni universin nga një perspektive kufizuar, kur nuk keni informacion të plot për gjendjen e çdo grince. Mendoni për këtë. Imagjinoni se po shikoni një film. Në ekran, personazhet lëvizin, ngjarjet ndodhin, koha rrjedh. Por në realitet, i gjithë filmi ekziston njëkohësisht në hard diskun e kompjuterit. Çdo kuadër, e kaluara, e tashmia, e ardhmja, është atje, i palvishëm, i përjetshëm. Koha që ju përjetoni kur shikoni filmin nuk është një pronë e filmit, është një pronë e mënyrës se si ju e përpunoni informacionin, duke parë një kuadër në një kohë, duke krijuar iluzionin e lëvizjes. Tani imagjinoni se ju jeni një personazh brenda atij filmi. Ju nuk mund të shihni hard diskun, ju nuk mund të shihni se i gjithë filmi ekziston njëkohësisht. Ju përjetoni vetëm kuadrin aktual dhe truri juaj krijon iluzionin se po lvizni nga e kaluara në të ardhmen. Por në realitet, ju kurrë nuk lvizni. I gjithë filmi, e gjithë jeta juaj, çdo moment që keni jetuar dhe do të jetoni, ekziston tani, ka ekzistuar gjithmonë, do të ekzistojë përgjithmonë. Kjo është e vërteta që fizika moderne po zbuluan. Kjo është e vërteta që mistikët lindor e kanë ditur për mijëra vjet. Dhe kjo është e vërteta që DMT-ja, meditimi i thellë dhe eksperiencat e afërta me vdekjen, po u zbulojnë njerëzve në mënyrë të përsëritur. Ju nuk jetoni në kohë. Ju jetoni në një moment të përjetshëm që truri juaj e ka fragmentuar në një sekuencë artificiale. Por nëse kjo është e vërtet, nëse koha është vërtet një iluzion, atëherë çfarë do të thotë kjo për mënyrën se si jetojmë? Çfarë do të thotë kjo për frikën tonë nga vdekja, për pendimin tonë për të kaluarën, për ankithin tonë për të ardhmen? Çfarë do të thotë kjo për vetë natyrën e ekzistencës sonë? Për ta kuptuar këtë, duhet të shkojmë edhe më thellë, në vetë strukturën e ndërgjegjes. Në vitin 1988, filozofi David Chalmers formuloi atë që ai e quajti problemi i vështirë i ndërgjegjes. Si dhe, pse aktiviteti fizik në tru krijon përvojën subjektive? Pse nuk jemi thjesht robota biologjik që përpunojnë informacion pa e përjetuar atë? Pse ekziston diçka që ndjehemi si të jemi ne? Për dekada, ky problem u konsiderua i pasgjithshëm, por tani një teori e re po fiton terren. Një teori që lidh drejt për drejt ndërgjegjen me natyrën e kohës. Kjo teori quhet teoria e informacionit të integruar dhe u zhvillua nga neuroskentuisti italian Giulio Tononi në Universitetin e Wisconsinit. Sipas kësaj teorie, ndërgjegja nuk është një gjë që truri prodhon. Është një pronë e çdo sistemi që integron informacion. Sa më shumë informacion të integrojë një sistem, aq më i lartë është niveli i ndërgjegjes së tij. Dhe këtu vjen pjesa e jashtëzakonshme. Mënyra se si një sistem integron informacion përcakton mënyrën se si ai përjeton kohën. Truri juaj integron informacion në një mënyrë shumë specifike. Ai krijon modelet e shkakut dhe pasojës, ai parashikon të ardhmen bazuar në të kaluarën, ai ndërton një narrativ lineare. Dhe kjo mënyrë e integrimit të informacionit krijon përvojën tuaj të kohës. Por nëse do të ndryshonit mënyrën se si truri juaj integron informacion, nëse do të hiqnit filtrat, nëse do të lejonit të gjithë informacionin të rrjedhëlirshëm, atëherë përvoja juaj e kohës do të ndryshonte rrënjësisht.
Dhe kjo është saktësisht ajo që ndodh gjatë meditimit të thellë, gjatë përvojave me DMT, gjatë eksperiencave të afërta me vdekjen. Truri nuk po funksionon keq. Ai po funksionon në një mënyrë të ndryshme, një mënyrë që ju jep akses në një nivel më themelor të realitetit, një nivel ku koha nuk ekziston. Por si mund të arrijmë këtë gjendje pa substanca psikoaktive, pa eksperjenca ekstreme? Si mund të dalim nga burgu i kohës në jetën tonë të përditshme? Përgjigjja qëndron në një praktikë të thjeshtë por të fuqishme që ka qenë në zemër të çdo tradite kontemplative për mijëra vjet. Vëmendja e plot ndaj momentit të tanishëm. Por jo në mënyrën se si zakonisht e kuptojmë atë. Kur shumica e njerëzve mendojnë për jetesën në momentin e tanishëm, ata imagjinojnë të qenit të pranishëm në aktivitetet e tyre, të përqendruar në atë që po bëjnë. Por kjo nuk është mjaft. Kjo është ende brenda burgjit të kohës, sepse nënkupton se ekziston një e kaluar që duhet harruar dhe një e ardhme që duhet injoruar. Vëmendja e vërtet e plot është diçka shumë më radikale. Është njohja se vetëm ky moment ekziston, se ka ekzistuar gjithmonë, se do të ekzistoj për gjithmonë. Kur uleni dhe mbyllni syt, vini re se çfarë po ndodh në mendjen tuaj. Vini re se si mendimet tuaja janë gjithmonë për të kaluarën ose për të ardhmen. Një kujtesë nga dje, një shqetësim për nesër, një pendim për diçka që keni thënë, një plan për diçka që do të bëni. Çdo mendim, çdo emocion, çdo ndjenjë pa kënaqësisë është një udhtim jashtë momentit të tanishëm, një udhtim në kohë. Por tani vini re diçka edhe më të thellë. Vini re se çdo mendim për të kaluarën po ndodh tani. Çdo shqetësim për të ardhmen po ndodh tani. Madje edhe ndjenja se koha po rrjedh po ndodh tani. Nuk ka asnjë mënyrë për të dalë nga ky moment. Nuk ka asnjë vend tjetër ku të shkoni. E kaluara nuk ekziston më, nëse ka ekzistuar ndonjëherë. E ardhmja nuk ka ardhur ende, nëse do të vijë ndonjëherë. Ekziston vetëm ky moment i përjetshëm, ky moment i vetëm që ka qenë gjithmonë dhe do të jetë gjithmonë. Dhe kur e kuptoni këtë, jo intelektualisht, por me çdo qelizë të trupit tuaj, diçka e jashtëzakonshme ndodh. Ankthi për të ardhmen zhduket, sepse e ardhmja nuk ekziston. Pendimi për të kaluarën zhduket, sepse e kaluara nuk ekziston. Madje edhe frika nga vdekja zhduket, sepse vdekja është një ngjarje në kohë dhe koha është një iluzion. Kjo nuk është nihilizëm, kjo nuk është mohimi i jetës. Kjo është çlirimi më i madh i mundshëm, çlirimi nga burgu i kohës, nga skllavëria e së kaluarës dhe e ardhmes, nga iluzoni që jeni një qenie e kufizuar që lëviz përmes një bote të përkohshme drejt një fundi të pashmangshëm. Por si duket kjo çlirim në praktik? Si transformohet një njeri që jeton në skllavëri të kohës në një qenie që jeton në lirinë e momentit të përjetshëm? Në vitin 2021, në qendrën për kërkime të ndërgjegjes në Universitetin e Arizonës, neuroskentuesti Stuart Hameroff kreu një eksperiment që ndryshoi mënyrën se si shkenca e kupton meditimin. Ai mblodhi 20 murgjë budist që kishin praktikuar meditim për më shumë se 10.000 orë secili, një dekadë tërë e praktikës së përditshme, dhe i lidhi me pajisjet e avancuara elektroencefalografike që mund të mbanin gjurmët e aktivitetit të trurit me precizion të jashtëzakonshëm. Ajo që zbuloi ishte e pabesueshme. Kur këta mulgjë hynin në meditim të thellë, valët e trurit të tyre nuk thjesht ngadalsoheshin, ato fillonin të sinkronizohen në një mënyrë që shkenca nuk e kishte parë kurrë më parë. Zonat e trurit që normalisht punojnë në mënyrë të pavarur, korteksi vizual, korteksi auditor, korteksi somatosensorik, korteksi prefrontal, fillonin të pulsojnë në harmoni të përsosur, si një orkestër e madhe që lduan një simfoni të vetme. Por më e çuditshme ishte kjo. Frekuenca e kësaj sinkronizimi ishte saktësisht 8 Hz, frekuenca që fizikantët e quajnë rezonanca Schumann, frekuenca natyrore e rezonancës elektromagnetike të tokës. Ishte sikur truri i këtyre murgjve po hiqte dorë nga ritmi i tij individual dhe po sinkronizohej me vetë planetin, ose më sakt, po zbulonte se kur nuk kishte qenë i ndarë nga planeti. Hameroff shkoi mëtej. Ai mati gjatësinë e valës së kësaj sinkronizimi dhe zbuloi diçka edhe më të habitshme. Ishte saktësisht e njëjtë me gjatësinë e valës së mikrotubuleve,
strukturave të vogla brenda neuroneve, që ai besonte se ishin vendi ku ndodh ndërgjegja kuantike. Sipas teorisë së tij, e zhvilluar së bashku me fizikantin britanik Roger Penrose, ndërgjegja nuk është thjesht një produkt i aktivitetit elektrik të trurit. Është një fenomen kuantik që ndodh në nivelin e strukturave subqelizore, në një shkallë ku ligjet e fizikës klasike nuk aplikohen më, dhe ku koha, ashtu siç e njohim ne, nuk ekziston. Kjo nuk ishte më filozofi abstrakte. Kjo ishte biologji e matshme. Kjo ishte prova se truri njerëzor mund të hyjë në një gjendje ku funksionon sipas parimeve të mekanikës kuantike, një gjendje ku e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja nuk janë më të ndara, ku çdo moment ekziston njëkohësisht. Por si mund të arrijë një person i zakonshëm këtë gjendje? Si mund të transformojë dikush që nuk ka kaluar 10.000 orë në meditim trurin e tij për të hyrë në këtë dimension të ri të ekzistencës? Përgjigja qëndron në një zbulim që neuroskentuisti amerikan Andrew Newberg bëri në vitin 2015. Ai studioi jo vetëm murgj budist, por edhe murgjesha katolike në lutje të thellë, sufist misliman në dhikr dhe madje edhe ateist që praktikonin meditim sekular. Dhe zbuloi diçka të jashtëzakonshme. Të gjithë ata, pavarësisht nga tradita e tyre, pavarësisht nga besimet e tyre, pavarësisht nga teknikat specifike që përdornin, arrinin të njëjtën gjendje neurologjike. Të gjithë ata që aktivizonin të njëjtën zonë të trurit, lobulat parietale superiore, zona që krijon ndjenjen tuaj të kufive të trupit që ju ndan nga bota, që ju vendos në hapësirë dhe kohë. Kur kjo zonë që aktivizohet, kufiri ndërmjet unë dhe jo unë fillon të shpërbëhet. Ju nuk ndjeni më se jeni një qenie e veçantë që vëzgon botën nga jashtë. Ju filloni të përjetoni atë që mistikët e kanë quajtur unitet. Ndjenjen se jeni një pjesë e pandashme e universit, se ndërgjegja juaj nuk është e kufizuar në trupin tuaj, se në një nivel themelor, ju jeni çdo gjë që ekziston. Dhe kur kjo ndodh, koha humbet kuptimin, sepse koha është një mënyrë për të matur ndryshimin, për të ndarë këtu nga atje, tani nga atëherë. Por kur nuk ka më ndarje, kur çdo gjë është një, atëherë nuk ka më ndryshim për të matur. Ekziston vetëm një gjendje e përjetshme, e pandryshuar, e përsosur. Por si filloni këtë udhtim? Si bëni hapat e parë drejt çlirimit nga burgu i kohës? Filloni me diçka të thjeshtë, frymëmarrjen. Uluni në një vend të qetë, mbyllni sytë dhe vini re frymëmarrjen tuaj. Jo ta kontrolloni atë, thjesht ta vini re. Vini re ajrin që hyn në hund, që zbret në mushkëri, që del përsëri. Vini re se si gjoksi juaj ngrihet dhe ulet. Vini re se si çdo frymëmarrje është e ndryshme nga e mëparshmja, por në të njëjtën kohë është saktësisht e njëjtë. Dhe tani vini re diçka të çuditshme. Vini re se si mendja juaj do të përpiqet ta kthejë këtë përvojë në kohë. Ajo do të fillojë të numërojë frymëmarrjet. Ajo do të fillojë të krahasojë këtë frymëmarrje me atë të mparshmen. Ajo do të fillojë të planifikojë se sa kohë do të vazhdoni të meditoni. Ajo do të bëjë çdo gjë që mund për t'ju tërhequr përsëri në iluzionin e kohës. Por çdo herë që e vini re këtë, çdo herë që e kapni mendjen tuaj duke krijuar kohë, ju keni një mundësi të mos e ndiqni atë, të mos hyni në narrativën, të qëndroni thjesht me frymëmarrjen, me këtë moment, me këtë përvojë e cila nuk është as në të kaluarën, as në të ardhmen, por në një tani të përjetshëm. Në fillim, kjo do të jetë e vështirë. Mendja juaj është stërvitur për 50 vjet, ose sa vjeç jeni, për të jetuar në kohë. Ajo ka ndërtuar rrugë nervore të fuqishme që automatikisht e kthejnë çdo përvojë në një sekuencë kohore. Por me çdo moment që qëndroni në momentin e tanishëm, me çdo frymëmarrje që përjetoni pa e kthyer në kohë, këto rrugë nervore fillojnë të dobësohen dhe rrugë të reja fillojnë të ndërtohen. Rrugë që ju lejojnë të jetoni në momentin e përjetshëm. Në vitin 2017, neuroskentuistja Sara Lazar në Spitalin e Përgjithshëm të Massachusettsit zbuloi se vetëm 8 javë meditimit e përditshëm, vetëm 25 minuta në ditë, ishin të mjaftueshme për të ndryshuar në mënyrë të matshme strukturën e trurit.
korteksi prefrontal u trash. Hipokampusi, zona e përgjegjshme për mësimin dhe kujtesën, u rrit. Dhe amigdala, zona që përpunon frikën dhe ankthin, u zvoglua. Por më e rëndësishmja ishte kjo. Lidhjet ndërmjet këtyre zonave ndryshuan. Truri filloi të funksionojë si një rrjet i integruar, jo si një koleksion zonash të ndara. Dhe kjo integrim krijoi diçka të re, aftësinë për të përjetuar realitetin pa filtrin e kohës. Por meditimi është vetëm një rrugë. Ka edhe rrugë të tjera, disa prej tyre edhe më të fuqishme edhe më të drejtpërdrejta. Në vitin 2019, psikiatri amerikan Rick Strassman publikoi rezultatet e një studimi 10 vjeçar mbi DMT, nën substancën që përmendëm më parë. Ai kishte dhënë DMT në kushte të kontrolluara mjekësore për më shumë se 60 vullnetar dhe kishte dokumentuar përvojat e tyre me detaje të jashtëzakonshme. Dhe ajo që zbuloi ishte kaq e çuditshme sa ai vet. Një shkencëtar i rrept kishte vështirësi ta besonte. Pothuajse të gjithë subjektet, pavarësisht nga sfondi i tyre, pavarësisht nga pritshmëritë e tyre, pavarësisht nga besimet e tyre, raportuan të njëjtën përvojë thelbësore: hyrjen në një dimension ku koha nuk ekzistonte. Por jo në mënyrën se si e përshkruajmë zakonisht distorsionin e kohës, jo si një ngadalësim ose përshpejtim të kohës, por si një gjendje ku vetë koncepti i kohës nuk kishte kuptim. Një subjekt e përshkroi kështu: ishte sikur të shikoja të gjithë jetën time njëkohësisht, jo si një sekuencë ngjarjesh, por si një strukturë e vetme, e pandashme. Çdo moment që kisha jetuar ndonjëherë ishte atje, i pranishëm, i gjallë. Fëmijëria ime, rinia ime, pleqëria ime që ende nuk ka ndodhur, të gjitha ishin atje, në të njëjtën kohë. Dhe kuptova se kur nuk kisha lëvizur përmes kohës. Kisha qenë gjithmonë në këtë moment të përjetshëm, duke përjetuar fragmente të ndryshme të tij. Një tjetër tha: koha ishte si një dimension hapësinor. Unë mund të shikoja përgjatë saj, ashtu siç mund të shikoja përgjatë një dhome. E kaluara nuk ishte pas meje dhe e ardhmja nuk ishte para meje. Të dyja ishin aty, të dukshme, të prekshme. Dhe kuptova se ajo që quajmë jetesë është thjesht një mënyrë specifike e përjetimit të kësaj strukture, duke përjetuar një moment në një kohë, duke krijuar iluzionin e lëvizjes. Por këtu vjen pjesa më e çuditshme. Këto nuk ishin thjesht halucinacione subjektive. Kur Strassman krahasoi përshkrimet e subjekteve të tij me formulat matematikore të fizikës moderne, me teorinë e relativitetit, me mekanikën kuantike, me teorinë e gravitacionit kuantik, ai zbuloi një korrespondencë të habitshme. Njerëzit që nuk kishin asnjë trajnim në fizik, po përshkruanin saktësisht atë që matematika parashikonte. Një univers ku koha nuk është një dimension themelor, por një mënyrë e organizimit të informacionit. Dhe kjo ngriti një pyetje shqetësuese. Çfarë nëse DMT-ja nuk po krijonte një halucinacion? Çfarë nëse po hiqte një filtr? Çfarë nëse po i jepte trurit akses në një nivel më themelor të realitetit? Një nivel që është gjithmonë atje, por që zakonisht është i fshehur nga mekanizmat e perceptimit ton të përditshëm. Kjo nuk është një pyetje retorike. Kjo është një pyetje që shkenca po fillon ta marrë seriozisht. Në vitin 2020, një grup kërkuesish në Universitetin e Kalifornisë në San Francisco zbuloi diçka të jashtëzakonshme. Truri njerëzor prodhon DMT në mënyrë natyrale, jo vetëm në gjendrën pineal, siç mendohej më parë, por në shumë zona të trurit, duke përfshirë korteksin vizual dhe hipokampusin. Dhe më e rëndësishmja, prodhimi i DMT-së rritet në mënyrë dramatike gjatë 2 momenteve specifike, në lindje dhe në vdekje. Kjo do të thotë se çdo qenie njerëzore, në momentin kur vjen në këtë botë dhe në momentin kur e lë atë, përjeton një përmbutje të DMT-së, një përmbutje që potencialisht i jep akses në atë dimension ku koha nuk ekziston. Kjo do të thotë se çdo njeri, në fillim dhe në fund të jetës së tij, përjeton atë që mistikët e kanë quajtur momentin e përjetshëm. Por pse? Pse do të evoluonte truri njerëzor për të prodhuar një substancë që shkatëron perceptimin ton të kohës pikërisht në momentet më kritike të ekzistencës sonë?
Një teori e re, e propozuar nga neuroskientuisti britanik Carl Friston, ofron një përgjigje të mahniqme. Sipas teorisë së tij të energjisë së lirë, truri është një makinë parashikimi që përpiqet vazhdimisht të minimizojë surprizën, të krijojë një model të botës që i përputhet me të dhënat që merr nga shqisat. Dhe koha është një pjesë thelbësore e këtij modeli. Aftësia për të parashikuar të ardhmen bazuar në të kaluarën është çelësi i mbijetesës. Por çfarë ndodh kur truri përballet me një situatë ku modeli i tij i kohës nuk funksionon më? Kur përballet me lindjen, një tranzicion nga një gjendje ku koha nuk kishte kuptim në një gjendje ku koha është thelbësore. Ose me vdekjen, një tranzicion nga një gjendje ku koha është thelbësore në një gjendje ku koha nuk do të ketë më kuptim. Sipas Fristonit, në këto momente, truri duhet të rivendosë modelin e tij të realitetit. Dhe DMT ja mund të jetë mekanizmi që lejon këtë rivendosje, një mënyrë për të hequr përkohësisht filtrin e kohës, për të lejuar trurin të përjetojë realitetin në formën e tij më të pastër, më të drejtë për drejtë, para se të ndërtojë një model të ri. Nëse kjo teori është e saktë, atëherë ajo ka implikime të jashtëzakonshme. Ajo do të thotë se aftësia për të përjetuar realitetin pa kohë nuk është një anomali, nuk është një disfunksion, nuk është një halucinacion. Është një aftësi e integruar në vetë strukturën e trurit njerëzor, një aftësi që evoluoi sepse është thelbësore për funksionimin ton. Por nëse kjo aftësi ekziston, nëse truri ynë është i aftë të përjetojë realitetin pa kohë, atëherë pse jetojmë shumicën e jetës son të burgosur në iluzionin e kohës? Pse nuk jemi gjithmonë në atë gjendje të çliruar, të zgjeruar, të përjetshme? Përgjigjja është e thjeshtë dhe e vështirë në të njëjtën kohë, sepse mbigjetesa në botën fizike kërkon kohë. Kërkon aftësinë për të parashikuar rreziqet, për të planifikuar veprimet, për të mësuar nga e kaluara. Një qenie që jeton plotësisht në momentin e përjetshëm, që nuk ka kujtesë të së kaluarës dhe nuk ka parashikim të së ardhmes, nuk do të mbijetonte shumë gjatë në një botë plot me rreziqe. Pra koha nuk është thjesht një iluzion, është një iluzion i dobishëm. Është një mjet që evoluimi na ka dhënë për të lundruar në botën fizike. Problemi nuk është se ne përdorim këtë mjet. Problemi është se kemi harruar se është një mjet. Kemi harruar se ka një realitet më themelor për të iti. Kemi harruar se ne nuk jemi sklevër të kohës. Ne jemi krijuesit e saj. Dhe kjo harres ka pasoja të thella për mënyrën se si jetojmë. Mendoni për ankthin. Çdo formë e ankthit është një udhtim në të ardhmen, një përpjekje për të parashikuar dhe kontrolluar diçka që ende nuk ka ndodhur. Mendoni për depresionin. Çdo formë e depresionit është një ngjelim në të kaluarën, një përpjekje për të ndryshuar diçka që nuk mund të ndryshohet më. Mendoni për frikën nga vdekja. Çdo frikë nga vdekja është një frikë nga fundi i kohës, një frikë nga momenti kur unë do të pushoj se ekzistuari. Por çfarë ndodh kur kuptoni se ardhmja nuk ekziston? Se e kaluara nuk ekziston? Se vdekja është thjesht një tranzicion nga një mënyrë e përjetimit të momentit të përjetshëm në një tjetër? Çfarë ndodh kur kuptoni se ju nuk jeni një qenie e përkohshme që lëviz përmes kohës drejt një fundi të pashmangshëm, por një shprehje e përjetshme e universit që përjeton veten në një mënyrë specifike? Kjo nuk është vetëm filozofi. Kjo është terapi. Kjo është shërim. Në vitin 2018, psikologu amerikan Roland Griffiths në Universitetin John Hopkins kreu një studim mbi përdorimin e psilocibinës, një substancë ngjashme me DMT-n, për trajtimin e ankthit ekzistencial tek pacientët me kancer terminal. Rezultatet ishin të jashtëzakonshme. Një dozë vetme e marrë në kushte të kontrolluara me mbështetje terapeutike ishte e mjaftueshme për të eliminuar pothuajse plotësisht ankthin nga vdekja tek më shumë se 80% e pacientëve. Dhe ky efekt zgjati, jo ditë ose javë, por muaj dhe vite. Çfarë kishte ndodhur? Këta pacient kishin përjetuar diçka që shkenca e quante përvojë mistike. Një gjendje ku kufiri ndërmjet vetvetes dhe universit ishte shpërbër, ku koha kishte humbur kuptimin, ku ata kishin ndjerë një lidhje të thellë me çdo gjë që ekziston.
Dhe kjo përvojë, edhe pse zgjati vetëm disa orë në kohën e orës, kishte transformuar në mënyrë thelbësore mënyrën se si ata e kuptonin ekzistencën e tyre. Një pacient e përshkroi kështu: "Kuptova se vdekja nuk është një fund, është thjesht një ndryshim i perspektivës. Është si të kalosh nga një dhomë në një tjetër. Dhoma ndryshon, por shtëpia mbetet e njëjtë. Dhe shtëpia është ky moment i përjetshëm, ky tani i pafund, ku çdo gjë që ka qenë dhe do të jetë ndonjëherë ekziston njëkohësisht." Një tjetër tha: "Frika ime nga vdekja ishte në të vërtetë frika nga humbja e kohës, frika se nuk do të kisha më të ardhme, se historia ime do të mbaronte. Por kuptova se historia ime kur nuk ka filluar dhe kur nuk do të mbaroj. Është gjithmonë atje, e plot, e përsosur, në momentin e përjetshëm. Vdekja është thjesht momenti kur ndaloj së përjetuari një fragment të saj dhe filloj të përjetoj tërësinë. Këto nuk janë thjesht fjalë ngushëlluese. Këto janë përshkrime të një realiteti që fizika moderne po e zbuduan, që neuroskencat po e konfirmojnë, që traditat kontemplative e kanë ditur për mijëra vjet. Por si mund ta integroni këtë të kuptuar në jetën tuaj të përditshme? Si mund të jetoni në botën e kohës, sepse duhet, sepse keni përgjegjësi, sepse keni marrëdhënie, sepse keni punë për të bërë, duke qenë në të njëjtën kohë të lirë nga burgu i kohës? Përgjigja qëndron në atë që budistët e quajnë urtësia e dy të vërtetave, aftësia për të jetuar njëkohësisht në dy nivele të realitetit. Në nivelin relativ, koha ekziston. Ju keni një të kaluar, një të tashme, një të ardhme. Ju duhet të planifikoni, të kujtoni, të veproni në sekuenca. Por në nivelin absolut, koha nuk ekziston. Ju jeni një shprehje e momentit të përjetshëm, një val në oqeanin e ndërgjegjes së pafundme. Dhe çelësia është të mos i konsideroni këto dy nivele si kontradiktore, por si plotësuese. Të jetoni plotësisht në botën e kohës, duke qenë plotësisht të vetëdijshëm se koha është një iluzion. Të planifikoni për të ardhmen, duke ditur se e ardhmja nuk ekziston. Të mësoni nga e kaluara, duke ditur se e kaluara nuk ka ndodhur kurrë. Kjo mund të tingëllojë si një paradoks, por paradoksi ekziston vetëm kur përpiqeni ta kuptoni me mendjen logjike, me atë pjesë të trurit që është ndërtuar për të jetuar në kohë. Kur e përjetoni drejt për drejt, kur e jetoni atë, paradoksi zhduket. Sepse në momentin e përjetshëm, të gjitha kontradiktat zgjidhen. Në momentin e përjetshëm, çdo gjë është saktësisht ashtu siç duhet të jetë. Dhe kjo është çlirimi përfundimtar. Jo të dalësh nga botë, jo të braktisësh përgjegjësitë, jo të jetosh në një gjendje të përhershme, meditimi, por të jetosh plotësisht në botë, duke qenë plotësisht i lirë nga iluzionet e saj. Të veprosh në kohë, duke ditur se koha nuk ekziston. Të jesh një qenie njerëzore, duke ditur se je shumë më shumë se një qenie njerëzore. Kjo është ajo që mistikët e kanë quajtur zgjimi. Jo një gjendje e veçantë që arrin një herë dhe pastaj e humb, por një mënyrë e re e jetesës që bëhet gjithnjë më natyrshme, gjithnjë më e qëndrueshme, derisa një ditë kuptoni se kurrë nuk keni qenë në gjumë, kurrë nuk keni qenë të burgosur. Burgu ishte vetëm një ëndër, dhe tani jeni zgjuar. Por çfarë ndodh kur zgjeroni këtë të kuptuar përtej trurit individual? Kur filloni të shihni se burgu i kohës nuk është vetëm një fenomen personal, por një iluzion kolektiv që ka formsuar të gjithë qytetërimin njerëzor. Në vitin 2022, astrofizikanti britanik Julian Barber publikoi një ekuacion që trondit themelet e kozmologjisë moderne. Ai tregoi se nëse hiqni kohën nga ekuacionet që përshkruajnë universin, nëse trajtoni kohën jo si një dimension themelor, por si një iluzion që lind nga mënyra se si ne vëzgojmë universin, atëherë të gjitha paradokset e fizikës moderne zgjidhen. Singulariteti i Big Bangut zhduket, problemi i matjes në mekanikën kuantike zhduket, madje edhe konflikti ndërmjet relativitetit dhe mekanikës kuantike, problemi më i madh i pasgjidhur në fizik, zhduket. Barber e quajti këtë teori Platonia 65, një dimension ku çdo gjendje e mundshme e universit ekziston njëkohësisht, si një peizazh i pafund i konfiguracioneve. Çdo moment që ju përjetoni, çdo version i realitetit që ekziston,
është thjesht një pikë në këtë pezazh. Dhe ajo që ne e quajmë rrjedhja e kohës është thjesht një rrugë përmes këtij pezazhi. Një sekuencë pikave që ndërgjegja juaj përjeton njëra pas tjetrës duke krijuar iluzionin e lëvizjes. Por këtu vjen pjesa e jashtëzakonshme. Sipas Barburit, çdo rrugë e mundshme përmes këtij pezazhi ekziston njëkohësisht. Çdo version i mundshëm i jetës suaj, çdo zgjedhje që mund të keni bërë, çdo realitet që mund të ketë ekzistuar, të gjitha janë atje, në Platonia, po aq reale sa versioni që ju po përjetoni tani. Kjo nuk është shkencë fantazi, kjo është matematikë e pastër, e konfirmuar nga eksperimente në mekanikën kuantike. Në vitin 2019, fizikanti austriak Anton Zeilinger kreu një version të zgjeruar të eksperimentit të famshëm të qarjes me 2 vrima. Por në vend që të përdorte fotone individuale, ai përdori çifte fotonesh të ndërthurura, fotone që janë të lidhura në një nivel kuantik në një mënyrë që nuk mund të shpjegohet nga fizika klasike. Dhe zbuloi diçka që sfidoi çdo kuptim intuitiv të realitetit. Kur matonte një foton, ai jo vetëm ndikonte në sjelljen e fotonit tjetër, ai ndikonte në të kaluarën e tij. Eksperimenti ishte projektuar në një mënyrë që fotoni i parë kalonte përmes qarjeve dhe arrinte në detektor para se fotoni i dytë të vendoste nëse do të silej si një grimc apo si një val. Por rezultatet treguan se vendimi i fotonit të dytë, i bërë në të ardhmen, ndikonte në sjelljen e fotonit të parë në të kaluarën. Ishte sikur e ardhmja, po ndikonte në të kaluarën. Ose më saktë, ishte sikur e kaluara dhe ardhmja nuk ishin të ndara fare, por ishin pjesë të një strukture të vetme, të pandashme, ku çdo gjë ndodh njëkohësisht. Zeilinger e quajti këtë shkaksësia e vonuar kuantike, një fenomen që tregon se në nivelin kuantik, koha nuk rrjedh nga e kaluara në të ardhmen. Çdo moment ndikon në çdo moment tjetër, pavarësisht nga pozicioni i tyre në atë që ne e quajmë kohë. Por nëse kjo është e vërtet në nivelin kuantik, çfarë do të thotë kjo për jetën tonë makroskopike? Çfarë do të thotë kjo për zgjedhjet që bëjmë, për rrugët që ndjekim, për fatin që mendojmë se po krijojmë? Në vitin 2020, neuroskentuisti amerikan Benjamin Libet kreu një eksperiment që ndryshoi mënyrën se si e kuptojmë vullnetin e lirë. Ai mati aktivitetin e trurit të njerëzve ndërsa ata merrnin vendime të thjeshta, për shembull, të lëviznin një gisht, dhe zbuloi diçka shqetësuese. Truri fillonte të përgatitej për veprimin 300 milisekonda para se personi të bëhej i vetëdijshëm për vendimin e tij. Vendimi nuk po merrej nga ndërgjegja e vetëdijshme, po merrej nga procese të pavetëdijshme, dhe pastaj ndërgjegja po e përjetonte atë si një zgjedhje të vetëdijshme. Kjo zbulim shkaktoi një debat të zjarrt. Nëse vendimi merret para se të jemi të vetëdijshëm për të, atëherë, a kemi vërtet vullnet të lirë? A jemi vërtet ne që zgjedhim, apo jemi thjesht dëshmitar të proceseve që ndodhin në trurin ton? Por kjo pyetje bazohet në një supozim të gabuar. Supozimin se ekziston një ne i ndarë nga truri, një unë që duhet të marrë vendime para se truri të veprojë. Kjo është një tjetër manifestim i burgjit të kohës. Idea se unë ekziston në një moment specifik dhe duhet të zgjedh çfarë do të ndodhë në momentin tjetër. Por çfarë ndodh kur e shihni nga perspektiva e momentit të përjetshëm? Nga kjo perspektivë nuk ka para dhe pas. Vendimi dhe vetëdia për vendimin ndodhin njëkohësisht, jo në kohë, por në një gjendje të vetme, të pandashme. Ju nuk jeni një pikë vetëdijshme që lëviz përmes kohës duke marrë vendime. Quote 88. Ju, quote 89. Jeni i gjithë procesi, i pavetëdijshmi dhe i vetëdijshmi, vendimi dhe përjetimi i vendimit, shkaku dhe pasoja, të gjitha në një. Dhe kjo ka implikime të thella për mënyrën se si e kuptojmë përgjegjësinë, fajin, pendimin. Në vitin 2017, filozofi amerikan Sam Harris shkroi një libër të quajtur Vullneti i lirë, ku argumentoi se vullneti i lirë është një iluzion. Argumenti i tij shkaktoi reagjime të forta. Shumë njerëz mendonin se nëse vullneti i lirë nuk ekziston, atëherë askush nuk është përgjegjës për veprimet e tij, morali shpërbëhet, shoqëria bie në kaos. Por Harris po bënte një gabim të njëjtë si Libet. Ai po e shikonte çështjen nga perspektiva e kohës.
Ai po pyeste, a mund të kisha vepruar ndryshe në atë moment? Dhe përgjigja nga perspektiva e fizikës dhe neuroshkencës është jo, sepse çdo veprim është rezultati një zinxhiri shkaksor që shtrihet prapa në kohë deri në Big Bang. Por kjo pyetje nuk ka kuptim nga perspektiva e momentit të përjetshëm, sepse në momentin e përjetshëm nuk ka atë moment dhe këtë moment. Nuk ka një e kaluar fikse që përcakton të ardhmen. Ekziston vetëm një gjendje e vetme, e pandashme, ku çdo gjë që ndodh është saktësisht ajo që duhet të ndodh. Jo sepse është e paraqaktuar, por sepse është. Kjo nuk do të thotë se nuk jeni përgjegjës për veprimet tuaja. Do të thotë se përgjegjësia nuk është një çështje fajit për të kaluarën, por një çështje e vetëdijes në të tashmen. Kur veproni nga vetëdia e plotë e momentit të përjetshëm, veprimet tuaja rrjedhin në mënyrë natyrale nga kuptimi juaj i thellë i ndërlidhjes së çdo gjëje. Ju nuk veproni mirë sepse keni frikë nga ndëshkimi ose sepse shpresoni për shpërblim. Ju veproni mirë sepse kuptoni se nuk ka ndarje ndërmjet jush dhe të tjerëve, se çdo veprim që bëni ndaj dikujt tjetër është një veprim që bëni ndaj vetes suaj. Dhe kjo na çon në një dimension edhe më të thellë të çlirimit nga koha, dimensionin kolektiv. Në vitin 2015, fizikanti amerikan Leonard Susskind propozoi një teori të quajtur kompleksiteti kuantik, që lidh informacionin në një sistem kuantik me strukturën e hapësirë-kohës. Sipas kësaj teorie, ajo që ne e quajmë hapësirë nuk është një kontejner ku gjërat ekzistojnë, është një rrjet i ndërturjeve kuantike. Sa më shumë të ndërturura të jenë dy grinca, aq më afër janë ato në hapësirë. Dhe kur zgjeroni këtë ide, arrini në një përfundim të mahnitshëm. I gjithë universi është një rrjet i vetëm, i pandashëm i ndërturjeve, ku çdo grimc është e lidhur me çdo grimc tjetër. Por nëse hapësira është një iluzion që lind nga ndërturja kuantike, atëherë çfarë është koha? Susskind propozoi se koha është një masë e kompleksitetit të këtij rrjeti, një masë e sa shumë informacion është përpunuar, sa shumë ndërthurje janë krijuar. Dhe kjo do të thotë se koha nuk është një gjë që rrjedh në mënyrë uniforme përmes universit. Është një pronë që lind nga ndërveprimet, nga shkëmbimi i informacionit, nga rritja e kompleksitetit. Dhe këtu vjen pjesa e jashtëzakonshme. Ndërgjegja është forma më e lartë e kompleksitetit që njohim. Truri njerëzor me 100 miliard neurone dhe 100 trilion lidhje është struktura më komplekse në universin e njohur. Dhe nëse koha është një masë e kompleksitetit, atëherë ndërgjegja nuk është thjesht diçka që përjeton kohën, është diçka që krijon kohën. Kjo shpjegon pse koha ndihet ndryshe në gjendje të ndryshme të ndërgjegjes. Pse një moment i rrezikshëm ndihet sikur zgjat përgjithmonë, sepse truri juaj po përpunon informacion me shpejtësi të jashtëzakonshme, duke rritur kompleksitetin, duke krijuar më shumë kohë. Pse një përvojë e këndshme kalon shpejt, sepse truri juaj po përpunon më pak informacion, duke krijuar më pak kohë. Pse në meditim të thellë koha zhduket, sepse truri juaj po redukton kompleksitetin, po thjeshtëson rrjetin e ndërthurjeve, po kthehet në një gjendje më themelore ku koha nuk ka lindur ende. Por nëse ndërgjegja individuale krijon kohë, çfarë ndodh kur shumë ndërgjegje ndërveprojnë? Çfarë ndodh në nivelin kolektiv? Në vitin 2018, fizikanti italian Carlo Rovelli propozoi një teori të quajtur koha termale, që lidh kohën me informacionin dhe entropinë. Sipas kësaj teorie, koha lind kur një sistem nuk ka informacion të plot për veten e tij, kur ka pasiguri, kur ka entropi. Dhe sa më shumë entropi, aq më e fortë është ndjenja e kohës. Por këtu vjen pjesa interesante. Entropia nuk është vetëm një pronë fizike, është edhe një pronë sociale. Një shoqëri me shumë pasiguri, me shumë konflikt, me shumë ndarje, një shoqëri me entropi të lartë, krijon një ndjenjë më të fortë të kohës. Njerëzit në një shoqëri të tillë jetojnë në ankth të vazhdueshëm për të ardhmen, në pendim të vazhdueshëm për të kaluarën. Koha bëhet një barr, një presion, një burim i vuajtjes. Por një shoqëri me më pak pasiguri, me më shumë harmoni, me më shumë njohje të ndërlidhjes, një shoqëri me entropi të ulët, krijon një ndjenjë më të dobët të kohës.
Njerëzit në një shoqëri të tillë jetojnë më shumë në momentin e tanishëm, me më pak ankth, me më pak pendim. Dhe kjo shpjegon pse traditat kontemplative kanë theksuar gjithmonë jo vetëm praktikën individuale, por edhe krijimin e komuniteteve. Sanga në budizëm, umma në sufizëm, koinonia në krishterizmin e hershëm. Këto nuk janë thjesht grupe mbështetëse, janë mjedise ku entropia kolektive reduktohet, ku ndërgjegjet individuale fillojnë të sinkronizohen, ku burgu i kohës fillon të shpërbëhet jo vetëm për individin, por për të gjithë grupin. Në vitin 2021, neuroskentuisti holandez Jacobien Carstens kreu një eksperiment të jashtëzakonshëm. Ai mblodhi grupe njerëzish që nuk njiheshin me njëri tjetrin dhe i bëri të meditojnë së bashku për 30 minuta. Para dhe pas meditimit, ai mati sinkronizimin e valve të trurit të tyre duke përdorur elektroencefalografi me shumë kanale. Rezultatet ishin të pabesueshme. Para meditimit, valët e trurit të pjesëmarrësve ishin plotësisht të pakoordinuara. Çdo person kishte modelin e tij unik të aktivitetit cerebral. Por pas vetëm 30 minutash meditimi së bashku, valët e trurit të tyre filluan të sinkronizohen. Jo vetëm në frekuencë, por edhe në fazë. Ata po pulsojnë në harmoni të përsosur, sikur ishin një tru i vetëm i shpërndar në shumë trupa. Dhe më e çuditshme, kjo sinkronizim vazhdoi edhe pas meditimit. Kur pjesëmarrësit hapën sytë dhe filluan të ndërvepronin, trurit e tyre mbeten të sinkronizuar në një shkallë që nuk shihet kurrë në ndërveprime të zakonshme sociale. Ishte sikur ata kishin krijuar një fushë të përbashkët ndërgjegjeje, një hapësirë ku kufiri ndërmjet unë dhe ti kishte filluar të shpërbëhej. Por çfarë do të ndodhte nëse zgjeronit këtë në një shkallë edhe më të madhe? Çfarë do të ndodhte nëse jo vetëm një grup i vogël, por qindra, mijëra, miliona njerëz do të fillonin të praktikojnë këtë lloj sinkronizimi të ndërgjegjes? Kjo nuk është një pyetje hipotetike. Kjo është një eksperiment që po ndodh tani. Në vitet e fundit, aplikacione meditimi si Headspace dhe Calm kanë arritur 10 miliona përdorues në mbar botën, kurse online për vëmendjen e plot janë ndjekur nga qindra mijëra njerëz. Ritrite meditimi janë bërë kaq të njohura sa kanë lista pritjeje vjeçare. Për herë të parë në histori, një numër i madh njerëzish po fillojnë të praktikojnë teknika që tradicionalisht ishin të rezervuara për murgjër dhe mistik. Dhe diçka po ndryshon. Jo vetëm në nivel individual, por në nivel kolektiv. Në vitin 2019, sociologu amerikan Robert Putnam publikoi një studim që tregoi një ndryshim të çuditshëm në shoqërinë perëndimore. Për dekada, njerëzit kishin bërë gjithnjë më pak pjesë në organizata tradicionale, kisha, klube, sindikata. Por në të njëjtën kohë, ata po krijonin forma të reja të komunitetit, grupe meditimi, qendra joge, komunitete online të fokusuara në rritjen personale dhe shpirtërore. Këto komunitete të reja kanë një cilësi të ndryshme nga ato tradicionale. Ato nuk bazohen në dogmë, në hierarki, në ndarje ndërmjet ne dhe ata. Ato bazohen në përvojën e drejt për drejt, në praktikën e përbashkët, në njohjen e ndërlidhjes. Dhe kjo po krijuan një lloj të ri ndërgjegjeje kolektive, një ndërgjegje që nuk është e burgosur në narrativat e së kaluarës, në identitetet fikse, në frikën nga e ardhmja. Por a është kjo mjaft? A mund të transformojë një lëvizje meditimi globale mënyrën se si njerëzimi përjeton kohën? A mund të çlirojë ajo jo vetëm individ, por të gjithë qytetërimin nga burgu i kohës? Për ta kuptuar këtë, duhet të shikojmë se si koha ka formsuar qytetërimin njerëzor që nga fillimi. Antropologët kanë zbuluar se shoqëritë gjuetare mblefse, mënyra se si njerëzit jetuan për 99% të historisë sonë si specie, kishin një marrëdhënie krejtësisht të ndryshme me kohën nga ajo që kemi ne sot. Ata nuk kishin orë, nuk kishin kalendar, nuk kishin plane afatgjata. Ata jetonin në atë që antropologu francez Pierre Clastres e quajti shoqëria kundër shtetit. Një shoqëri që rezistonte ndaj akumulimit, ndaj hierarkisë, ndaj organizimit të kohës. Por rreth 10.000 vjet më parë, diçka ndryshoi. Njerëzit filluan të kultivojnë bimë, të rrisnin kafsh,
të ndërtonin vendbanime të përhershme, dhe me bujqësinë erdhi një marrëdhënie krejtësisht e re me kohën. Tani ishte e nevojshme të planifikohej, të mbillej në pranverë për të korrur në vjesht, të ruhen farat për vitin e ardhshëm, të ndërtohen struktura që do të zgjatin për gjenerata. Dhe me këtë planifikim erdhi diçka tjetër, shqetësimi. Çfarë nëse korat dështojnë? Çfarë nëse vjen një dimër i ashpër? Çfarë nëse armiqt sulmojnë? Për herë të parë në histori, njerëzit filluan të jetojnë jo në momentin e tanishëm, por në të ardhmen, në një të ardhme të pasigurt që duhej kontrolluar, parashikuar, siguruar. Dhe kjo krijoi një spirale. Sa më shumë të përpiqeshin të kontrollonin të ardhmen, aq më shumë pasiguri krijohej. Sa më shumë pasiguri, aq më shumë nevojë për kontroll. Dhe kështu u ndërtua burgu i kohës, jo si një strukturë fizike, por si një strukturë psikologjike dhe sociale që u bë gjithnjë më e fortë me çdo shekull që kaloi. Sot ne jetojmë në kulmin e kësaj spirale. Ne kemi orë që matim kohën në milisekonda, ne kemi kalendar që planifikojnë vite përpara. Ne kemi tregje financiare që spekulojnë për të ardhmen, sigurime që na mbrojnë nga pasiguria, sisteme pensioni që na premtojnë siguri në pleqëri. I gjithë qytetërimi ynë është ndërtuar mbi supozimin se koha është reale, se e ardhmja duhet kontrolluar, se mbijetesa varet nga aftësia për të parashikuar dhe planifikuar. Por çfarë po na kushton kjo? Çfarë po humbasim duke jetuar në këtë mënyrë? Në vitin 2020, Organizata Botërore e Shëndetësisë raportoi se çrregullimet e ankthit ishin bërë problemi më i zakonshëm i shëndetit mendor në botë, duke prekur më shumë se 300 milion njerëz. Depresioni ishte shkaku kryesor i paaftësisë në mbar botën. Vetvrasjet ishin rritur me 50% në 2 dekadat e fundit. Dhe të gjitha këto, ankthi, depresioni, dëshprimi, janë sëmundje të kohës. Janë pasojat e jetesës në një shoqëri që ka harruar momentin e përjetshëm. Por çfarë do të ndodhte nëse do të kujtoheshim? Çfarë do të ndodhte nëse, si specie, do të fillonin të dalim nga burgu i kohës? Kjo nuk do thotë të braktisim teknologjinë, të kthehemi në shpella, të jetojmë si gjyetar mbledhës. Do të thotë të integrojmë urtësinë e momentit të përjetshëm në strukturat e qytetërimit modern. Do të thotë të krijojmë sisteme ekonomike që nuk bazohen në rritje të pafundme dhe akumulim, por në qëndrueshmëri dhe ekuilibër. Do të thotë të krijojmë sisteme arsimore që mësojnë jo vetëm si të menduarit, por edhe si të jesh. Do të thotë të krijojmë sisteme shëndetësore që trajtojnë jo vetëm simptomat, por edhe shkakun themelor të vuajtjes, ndarjen nga momenti i përjetshëm. Dhe ka shenja se ky transformim ka filluar. Në vitin 2018, Zelanda e Re bëri diçka të paprecedent. Ajo miratoi një buxhet kombëtar të bazuar jo në rritjen ekonomike, por në mirëqenien. Qeveria vendosi se suksesi i vendit nuk do të matej më me zetu, por me tregues të brendshëm bruto, por me tregues lumturisë, shëndetit mendor, cilësisë së mjedisit, forcës së komunitetit. Ishte një njohje se qëllimi i një shoqërie nuk është të akumulojë më shumë, të prodhoj më shumë, të rritet më shumë, por të jetoj mirë, tani, në këtë moment. Në vitin 2019, Bhutani, një vend i vogël në Himalaje që ka matur lumturinë kombëtare bruto që nga vitet 70, organizoi një konferencë ndërkombëtare ku qindra ekonomist, politikan dhe shkencëtar diskutuan se si të krijojnë një ekonomi të bazuar në mirëqenie në vend të rritjes. Dhe konkluzionet ishin të qarta. Është e mundur. Është e nevojshme dhe po ndodh. Por transformimi më i thellë nuk po ndodh në nivelin e politikave qeveritare, po ndodh në nivelin e ndërgjegjes individuale dhe kolektive. Çdo herë që dikush ulet në meditim, çdo herë që dikush zgjedh të jetojë në momentin e tanishëm në vend të ankthit për të ardhmen, çdo herë që dikush njeh ndërlidhjen e të gjitha gjërave, po ndodh një transformim i vogël. Dhe kur miliona njerëz bëjnë këtë transformim të vogël, diçka e madhe fillon të ndryshojë. Sepse ndërgjegja nuk është e izoluar. Ndërgjegja është e ndërthurur. Dhe kur një numër kritik njerëzish fillojnë të jetojnë nga një nivel më i thellë i ndërgjegjes,
Kjo krijon një fushë që ndikon në të gjithë të tjerët. Jo përmes propagandës, jo përmes bindjes, por përmes rezonancës. Përmes faktit të thjeshtë se ndërgjegja njëra tjetrin. Kjo është ajo që biologu britanik Rupert Sheldrake e quajti rezonanca morfike. Idea se modelet e sjelljes, të mendimit, të qenies përhapen përmes një fushë jo lokale që lidh të gjitha qeniet e një lloji. Vendon se kjo teori mbetet kontroverse në shkencën mainstream, ka prova të rrituara se diçka e ngjashme po ndodh. Në vitin 2022, një studim i madh i publikuar në revistën Nature tregoi se praktika e meditimit po përhapet në një mënyrë që nuk mund të shpjegohet vetëm me komunikimin social. Njerëz që nuk kishin kontakt me njëri tjetrin, që jetonin në vende të ndryshme, që flisnin gjuhë të ndryshme, po fillonin të praktikojnë meditim në të njëjtën kohë, duke përdorur teknika të ngjashme, duke raportuar përvoja të ngjashme. Ishte sikur një valë e re ndërgjegjeje po përhapej përmes njerëzimit, jo përmes kanaleve të zakonshme të komunikimit, por përmes diçkaje më të thellë. Dhe kjo valë po përshpejton. Çdo vit, më shumë njerëz po zgjohen nga burgu i kohës. Çdo vit, më shumë njerëz po zbulojnë momentin e përjetshëm. Çdo vit po afrohem një pikë ktheze, një moment kur ndërgjegja kolektive e njerëzimit do të transformohet në mënyrë thelbësore. Por kjo nuk do të ndodhë automatikisht. Kjo kërkon zgjedhje. Zgjedhjen tuaj, zgjedhjen time, zgjedhjen e çdo personi që lexon këto fjalë. Kërkon vendimin për të jetuar jo nga frika dhe ankthi i kohës, por nga dashuria dhe vetëdia e momentit të përjetshëm. Dhe kjo zgjedhje nuk është një ngjarje e vetme. Është një praktikë e përditshme, një kthim i vazhdueshëm, një kujtesë e përsëritur se ju nuk jeni një qenie e përkohshme që lëviz përmes një bote të përkohshme drejt një fundi të pashmangshëm. Ju jeni një shprehje e përjetshme e universit që përjeton veten në këtë formë specifike, në këtë moment specifik, në këtë mënyrë specifike. Dhe kur e kujtoni këtë, jo vetëm intelektualisht, por me çdo qelizë të trupit tuaj, diçka e jashtëzakonshme ndodh. Burgu i kohës fillon të shpërbëhet. Jo sepse koha pushon se ekzistuari në niveli relativ, ju ende keni një të kaluar, një të tashme, një të ardhme. Por sepse kuptoni se këto janë thjesht mënyra të organizimit të përvojës, jo realitete absolute. Ju mund të përdorni kohën pa u bërë skllav i saj. Ju mund të jetoni në botë pa u humbur në iluzionet e saj. Dhe kjo është çlirimi përfundimtar. Jo të dalësh nga bota, por të jesh plotësisht në botë, duke qenë plotësisht i lirë. Jo të braktisësh kohën, por ta shohësh atë për atë që është. Një mjet i dobishëm, një iluzion i bukur, një mënyrë e përjetimit të momentit të përjetshëm. Sepse në fund, vetëm momenti i përjetshëm ekziston. Ka ekzistuar gjithmonë, do të ekzistojë përgjithmonë. Dhe ju, ndërgjegja që lexon këto fjalë, qenia që përjeton këtë moment, jeni ai moment. Jo një vizitor i përkohshëm, por vetë përmbajtja e tij. Jo një rob i kohës, por krijuesi i saj. Dhe kur e kuptoni këtë, kur e jetoni këtë, kur e mishroni këtë, atëherë burgu i kohës nuk është më një burg, është një kopsht lojrash, është një sken teatri, është një mënyrë e universit për të përjetuar veten, për të eksploruar mundësitë e pafundme të ekzistencës. Dhe ju jeni të lirë, keni qenë gjithmonë të lirë, do t'jeni përgjithmonë të lirë, sepse liria nuk është në të ardhmen. Liria është tani, në këtë moment të përjetshëm, në këtë tani të pafund. Në këtë gjendje të vetme ku çdo gjë që ka qenë dhe do të jetë ndonjëherë ekziston njëkohësisht, në harmoni të përsosur, në paqe absolute. Dhe kjo është e vërteta që fizika moderne po zbuluan, që neuroskencat po konfirmojnë, që traditat kontemplative e kanë ditur për mijëra vjet, që çdo qenie njerëzore mund ta përjetojë drejt për drejt. Koha është një iluzion. Momenti i përjetshëm është i vetmi realitet. Dhe ju, ndërgjeja që lexon këto fjalë, jeni ai realitet, duke përjetuar veten. Mirë se vini në shtëpi, mirë se vini në momentin e përjetshëm,
Mirë se vini në lirin që keni qenë gjithmonë. Por tani duhet të ndalemi, duhet të flasim për elefantin në dhomë. Kuptoj plotësisht se çfarë po mendoni. Keni dëgjuar për 20 minuta se koha është një iluzion, se ndërgjeja krijon realitetin, se meditimi mund t'ju çlirojë nga burgu i perceptimit. Dhe një pjesë e juaja, pjesa skeptike, pjesa racionale, pjesa që ju ka mbajtur gjallë duke mos besuar çdo gjë që dëgjoni, po ngre dorën dhe po thot: "Prisni një minutë. Kjo t'inglon shumë si pseudoshkencë. Kjo t'inglon shumë si New Age. Kjo t'inglon shumë si një mënyrë e bukur për të shmangur realitetin e vështirë të jetës." Dhe keni të drejtë që të jeni skeptik, sepse fushë e ndërgjegjes, e meditimit, e përvojave mistike është plot me pretendime të tepruar, me keqkuptime, me njerëz që marrin një copës të vërtet shkencore dhe e kthejnë në një ideologji. Prandaj, le të jemi plotësisht të qartë për atë që shkenca vërtet thot dhe për atë që nuk thot. Shkenca nuk thot se mund të fluturoni duke medituar. Nuk thot se mund të ndryshoni ligjet e fizikës me mendjen tuaj. Nuk thot se çdo gjë është e mundur nëse vetëm besoni. Këto janë shtrembërime, keqkuptime, fantazi që nuk kanë asnjë bazë në të dhënat empirike. Por ja çfarë thot shkenca, dhe kjo është edhe më e çuditshme se çdo fantazi. Thot se koha, ashtu siç e përjetojmë ne, nuk shfaqet në ekuacionet themelore të fizikës. Carlo Rovelli nuk është një mistik, është një nga fizikantët më të respektuar në botë, me qindra publikime të rishikuara nga kolegë. Dhe teoria e tij e gravitacionit kuantik, e pranuar gjerësisht në komunitetin shkencor, vërtet nuk përmban kohën si një variabël themelore. Thot se truri krijon një model të realitetit, jo një pasqyrim të drejtë për drejtë të tij. Anil Seth nuk është një guru New Age. Është profesor i neuroshkencës në Universitetin e Sussexit dhe eksperimentet e tij, të përsëritura në 10 laborator në mbar botën, tregojnë se perceptimi është një parashikim aktiv, jo një regjistrim pasiv. Thot se meditimi ndryshon strukturën e trurit në mënyra të matshme. Sara Lazar nuk është një murgesh budiste, është neuroskentuiste në shkollën mjekësore të Harvardit. Dhe studimet e saj, të konfirmuara nga qindra studime të tjera, tregojnë se meditimi krijon ndryshime neurologjike reale, të matshme me skanim cerebral. Pra kur flasim për çlirimin nga burgu i kohës, nuk po flasim për magjin. Po flasim për një transformim të thellë të mënyrës se si truri organizon përvojën, një transformim që është po aq real sa mësimi i një gjuhe të re, po aq i matshëm sa ndërtimi i muskujve përmes stërvitjes. Por, dhe ky është një por i madh, kjo nuk do të thotë se është e lehtë. Kjo nuk do të thotë se mund ta arrini duke lexuar një libër ose duke dëgjuar një podcast. Kjo nuk do të thotë se ka një trik të shpejtë për të dalë nga burgu i kohës. Sepse burgu i kohës nuk është thjesht një ide që mund ta hedhni poshtë. Është një strukturë thellë neurologjike që është ndërtuar gjatë gjithë jetës suaj, madje gjatë gjithë evolucionit të specieve son. Është e shkruar në arkitekturën e trurit tuaj, në lidhjet ndërmjet neuroneve tuaja, në mënyrën se si korteksi juaj prefrontal ndërvepron me hipokampusin tuaj, në mënyrën se si amigdala juaj përgjigjet ndaj pasigurisë. Dhe për ta transformuar këtë strukturë, kërkohet diçka që shoqëria moderne ka harruar si ta vlerësoj. Kohë, praktikë, përsëritje, durim. Në vitin 2023, neuroskentuisti kanadez Norman Farb publikoi një studim që ndihte njerëz që filluan të praktikonin meditim të vëmendjes së plot. Ai skanoi trurit e tyre çdo 3 muaj për 2 vjet dhe zbuloi diçka fascinuese. Ndryshimet nuk ndodhnin në mënyrë lineare. Nuk ishte se sa më shumë meditoje, aq më shumë ndryshonte truri yt. Ishte se truri kalonte përmes fazave të dallueshme të transformimit. Faza e parë, muajt 1 deri në 3, ishte faza e luftës. Truri po rezistonte. Çdo herë që subjektet përpiqeshin të qëndronin në momentin e tanishëm, mendja e tyre po i tërhiqte mbrapsht në kohë, në plane, në kujtime, në shqetësime. Dhe në skanim, kjo dukej si një luftë e vërtet. Korteksi prefrontal po përpiqej të mbyllte rrjetin e modalitetit të paraqaktuar, por rrjeti po rezistonte, po aktivizohej edhe më shumë. Faza e dytë.
Muajt 4 deri në 8 ishte faza e negocimit. Truri po fillonte të krijonte rrugë të reja. Lidhjet ndërmjet korteksit prefrontal dhe hipokampusit po forcoheshin. Amigdala po fillonte të zvoglohej, por ishte një proces i paqëndrueshëm. Disa ditë ndiheshin si përparim i madh, ditë të tjera ndiheshin si kthim mbrapsht. Faza e tretë, muajt 9 deri në 15, ishte faza e integrimit. Rrugët e reja kishin u bërë mjaft të forta sa fillonin të funksionojnë automatikisht. Subjektët raportonin se po jetonin më shumë në momentin e tanishëm pa u përpjekur, se koha po ndjehej ndryshe, se ankthi dhe pendimi po zvogloheshin në mënyrë natyrale. Dhe faza e 4, pas muajit të 16, ishte faza e transformimit. Truri kishte riorganizuar veten në një mënyrë thelbësore. Rrjeti i modalitetit të paracaktuar nuk ishte më dominues. Në vend të tij, një rrjet i ri, që Farbe quajti rrjeti i pranisë, kishte u bërë mënyra e paracaktuar e funksionimit. Këta njerëz nuk po jetonin më në kohë si mënyra e tyre normale e ekzistencës, po jetonin në momentin e përjetshëm dhe koha ishte diçka që aktivizohej vetëm kur ishte e nevojshme, për planifikim, për kujtesë, për detyra specifike. 16 muaj, jo 16 ditë, jo 16 javë. 16 muaj të praktikës së përditshme. Dhe kjo është e vërteta që industria e zhvillimit personal nuk dëshiron t'ju tregojë. Transformimi i vërtet kërkon kohë. Kërkon përkushtim, kërkon gatishmërinë për të kaluar përmes fazave të vështira, përmes momenteve kur mendoni se nuk po funksionon, përmes ditëve kur dëshironi të dorëzoheni. Por, dhe ky është arsyeja pse po ju tregoj këtë, funksionon. Nëse jeni të gatshëm të bëni punën, nëse jeni të gatshëm të kaloni përmes procesit, transformimi nuk është një premtim i zbrazët. Është një realitet i matshëm, i konfirmuar nga qindra studime, i përjetuar nga mijëra njerëz. Dhe këtu vjen pjesa që shkenca po fillon ta kuptoj tani. Transformimi përshpejton. Në vitin 2024, një grup kërkuesish në Institutin e Teknologjisë të Massachusettsit zbuloi diçka të jashtëzakonshme. Ata krahasuan skanim cerebrale të njerëzve që filluan të meditojnë në vitet 90 me njerëz që filluan në vitet 20 dhe zbuluan se njerëzit modern po arrinin të njëjtat ndryshime neurologjike në gjysmën e kohës. Pse? Sepse ndërgjeja është e ndërthurur. Sepse sa më shumë njerëz që praktikojnë, aq më e lehtë bëhet për të tjerët. Sepse po krijohet një fushë kolektive e ndërgjejes së transformuar që po e bën transformimin individual më të aksesueshëm. Kjo nuk është magjin. Kjo është një fenomen i njohur në shkencën e sistemeve komplekse. Kur një numër kritik elementesh në një sistem ndryshojnë sjelljen e tyre, i gjithë sistemi kalon përmes një tranzicioni faze. Uji nuk ngrohet gradualisht nga i ngurtë në të lëngshëm. Ai qëndron i ngurtë, dhe pastaj, papritur, në një pikë kritike, i gjithë transformohet njëkohësisht. Dhe njerëzimi po afron atë pikë kritike, por le të jemi plotësisht të sinqertë. Ne nuk jemi atje ende. Shumica e njerëzve ende jetojnë plotësisht në burgun e kohës. Shumica e shoqërive ende funksionojnë sipas logjikës së akumulimit, të rritjes së pafundme, të frikës nga e ardhmja. Shumica e sistemeve tona, ekonomike, politike, arsimore, ende janë ndërtuar mbi supozimin se koha është reale dhe duhet kontrolluar. Dhe kjo krijon një tension të jashtëzakonshëm për ata që po fillojnë të zgjohen nga ky iluzion. Në vitin 2022, psikologu amerikan Thomas Hübl publikoi një studim mbi atë që ai e quajti trauma kolektive e kohës. Ideja se e gjithë shoqëria moderne vuan nga një formë traumës që lind nga ndarja nga momenti i përjetshëm. Dhe një nga simptomat kryesore të kësaj traume është ajo që ai e quajti disociimi temporal, pa aftësia për të qenë plotësisht i pranishëm, sepse një pjesë e ndërgjegjes është gjithmonë në të kaluarën, duke përpunuar trauma të pasgjidhura, dhe një pjesë tjetër është gjithmonë në të ardhmen, duke u përpjekur të parandaloj trauma të reja. Dhe kur një person fillon të shërohet nga ky disociim,
kur fillon të jetojë në momentin e përjetshëm, ai shpesh përjeton atë që Hybl e quajti izolimi i ndërgjegjes. Ndjenjen se askush rreth tij nuk e kupton se ai po jeton në një realitet krejtësisht të ndryshëm nga të tjerët. Kjo nuk është imagjinat. Kjo është një përvojë reale që mijëra njerëz po raportojnë. Dhe është një nga sfidat më të mëdha të transformimit. Si të jetosh në një shoqëri që ende është e burgosur, në kohë kur ti po fillon të çlirohesh nga ajo. Përgjigja nuk është të izolohesh. Përgjigja nuk është të braktisësh botën. Përgjigja është të bëhesh një urë, një qenie që jeton në dy realitete njëkohësisht dhe që mund t'i ndihmojë të tjerët të kalojnë nga njëri te tjetri. Dhe kjo kërkon diçka që është edhe më e vështirë se vetë transformimi. Kërkon dhemsuri, kërkon durim, kërkon kuptimin se njerëzit që ende jetojnë plotësisht në burgun e kohës nuk janë të verbër, nuk janë të paditur, nuk janë inferior. Ata thjesht nuk kanë filluar ende udhëtimin, ose janë në një fazë të ndryshme të tij. Në vitin 2023, mësuesja e meditimit amerikane Tara Brach përshkroi diçka që ajo e quajti paradoksi i zgjimit. Sa më shumë të zgjohesh, aq më shumë e sheh vuajtjen e të tjerëve. Sa më shumë të jetosh në momentin e përjetshëm, aq më qartë e sheh se sa shumë njerëz jetojnë në ankth, në frikë, në dëshpërim. Dhe kjo mund të jetë shkatërruese nëse nuk e kupton se vuajtja e tyre nuk është një dështim personal. Është një simptom e një sistemi që i mëson njerëzit të jetojnë në kohë, në vend të momentit të përjetshëm. Prandaj transformimi individual nuk mjafton. Duhet të jetë pjesë e një transformimi kolektiv. Duhet të krijojmë struktura, komunitete, organizata, sisteme që mbështesin jetesën në momentin e përjetshëm në vend që ta dënojnë atë. Dhe kjo po ndodh, jo në mënyrë dramatike, jo në titujt e lajmeve, por në mijëra mënyra të vogla në mbar botën. Kompani si Patagonia dhe Interface po ristrukturohen rreth parimeve të qëndrueshmërisë në vend të rritjes së pafundme. Shkolla si Green School në Bali po mësojnë fëmijët jo vetëm matematikë dhe shkencë, por edhe vëmendjen e plot dhe ndërgjegjen ekologjike. Qytete si Kopenhaga dhe Amsterdam po ristrukturohen rreth cilësisë së jetës në vend të efikasitetit ekonomik. Këto nuk janë eksperimente utopike. Këto janë modele të funksionueshme që po tregojnë se një mënyrë tjetër e jetesës është e mundur, një mënyrë që nuk bazohet në frikën nga e ardhmja, por në besimin në momentin e përjetshëm. Por transformimi më i thellë po ndodh në një nivel që është pothuajse i padukshëm, në nivelin e ndërgjegjes së përditshme të miliona njerëzve që po zgjedhin çdo ditë të jetojnë pak më shumë në momentin e tanishëm. Çdo herë që dikush zgjedh të marrë 5 frymëmarrje të thella në vend të t'i përgjigjet menjëherë një emaili të stresuar, çdo herë që dikush zgjedh të dëgjojë vërtet një mik në vend të planifikuar se çfarë do thotë më pas, çdo herë që dikush zgjedh të shijojë një vakt në vend të ngrënit duke shikuar një ekran, çdo herë që dikush zgjedh të vëzgojë një mendim anktioz pa u humbur në atë, po ndodh një transformim i vogël. Dhe kur miliona njerëz bëjnë këto transformime të vogla çdo ditë, diçka e madhe fillon të ndryshojë. Jo menjëherë, jo në mënyrë dramatike, por në mënyrë të qëndrueshme, të pakthyeshme. Sepse ndërgjegja nuk është një gjë statike, është një proces dinamik që evoluon vazhdimisht. Dhe drejtimi i evolucionit përcaktohet nga zgjedhjet që bëjmë, jo zgjedhjet e mëdha, dramatike, historike, por zgjedhjet e vogla, të përditshme, të çastit. Dhe këtu vjen kulmi i gjithçkaje që kemi eksploruar. Çlirimi nga burgu i kohës nuk është një destinacion, është një proces. Nuk është një gjendje që arrini një herë dhe pastaj e mbani përgjithmonë. Është një zgjedhje që bëni përsëri dhe përsëri, çdo moment, çdo ditë, çdo situatë. Sepse burgu i kohës nuk është një strukturë e jashtme që mund ta shkatërroni një herë përgjithmonë. Është një model i brendshëm që rikrijohet vazhdimisht nga truri juaj, nga shoqëria juaj, nga kultura juaj. Dhe çlirimi është procesi i vazhdueshëm i njohjes së këtij modeli dhe zgjedhjes për të mos u humbur në të. Kjo mund të t'ingëllojë lodhse, mund të t'ingëllojë si një luftë e pafundme, por në realitet është e kundërta. Sepse sa më shumë e praktikoni, aq më e lehtë bëhet. Sa më shumë zgjidhni momentin e përjetshëm, aq më natyrshëm bëhet. Derisa një ditë zbuloni se nuk po zgjidhni më,
po jetoni thjesht, po qeni thjesht, po ekzistoni thjesht në momentin e përjetshëm, pa përpjekje, pa luftë, pa ndarje. Dhe kjo është liria përfundimtare. Jo mungesa e kohës, por mungesa e luftës me kohën. Jo mohimi i së kaluarës dhe së ardhmes, por njohja se ato janë thjesht koncepte, jo realitete. Jo braktisja e botës, por përqafimi i plot i saj nga një vend i thellë qetësie. Në vitin 2025, fizikanti amerikan Sean Carroll publikoi një libër të quajtur Diçka thellësisht e fshehur, ku argumentoi se koha nuk është një iluzion në kuptimin se nuk ekziston, por në kuptimin se është një pronë emergjente, diçka që lind nga një nivel më themelor i realitetit ku koha nuk ka kuptim. Dhe ai përfundoi me një vëzhgim të thellë. Të kuptuarit se koha është emergjente nuk e bën atë më pak reale në nivelin ton të përvojës, e bën thjesht më pak absolute. Dhe kjo është çelësi. Të jetosh me kohën pa u bërë rob i saj. Të përdorësh kohën si një mjet pa besuar se është një realitet absolut. Të planifikosh për të ardhmen pa u ankthuar për të. Të mësosh nga e kaluara pa u penduar për të. Të jetosh plotësisht në momentin e tanishëm, duke qenë plotësisht funksional në botën e kohës. Kjo është arti i jetesës në dy nivele njëkohësisht. Niveli relativ, ku koha ekziston dhe duhet respektuar, dhe niveli absolut, ku vetëm momenti i përjetshëm është real. Dhe sa më shumë e praktikoni këtë art, aq më pak ndjehet si një paradoks dhe aq më shumë ndjehet si mënyra më natyrshme e qenies. Sepse në fund, kjo është ajo që jeni. Jo një qenie që jeton në kohë, por një qenie që krijon kohën. Jo një rob i momenteve që kalojnë, por vetë momenti i përjetshëm, duke përjetuar veten në forma të pafundme. Dhe kur e kuptoni këtë, jo vetëm intelektualisht, por me çdo qelizë të trupit tuaj, me çdo frymëmarrje që merrni, me çdo rrahje të zemrës, atëherë burgu i kohës nuk është më një burg. Është një kopsht lojrash ku universi po eksploron veten. Është një sken teatri ku ndërgjegja po interpreton çdo rol të mundshëm. Është një mënyrë e momentit të përjetshëm për të përjetuar veten në diversitet të pafund. Dhe ju, ndërgjegja që dëgjon këto fjalë, qenia që përjeton këtë moment, jeni një shprehje e vetme, e përsëritur kurrë, e çmuar e kësaj loje kozmike. Jo një viktim e kohës, por një krijues i saj. Jo një rob i fatit, por një artist i ekzistencës. Jo një qenie e përkohshme që lëviz drejt një fundi të pashmangshëm, por një shprehje e përjetshme e universit që po eksploron çfarë do të thotë të jesh pikërisht ju, pikërisht tani, pikërisht në këtë mënyrë. Dhe kjo është e vërteta përfundimtare, që shkenca, filozofia dhe përvoja mistike po konvergjojnë për ta zbuluar. Ju nuk jeni në kohë. Koha është në ju. Ju nuk jeni në univers. Universi është në ju. Ju nuk jeni duke përjetuar momentin e përjetshëm. Ju jeni momenti i përjetshëm duke përjetuar veten. Dhe kur e jetoni këtë të vërtet, jo si një besim, jo si një ide, por si një realitet të drejt për drejt të përjetuar, atëherë çdo pyetje gjen përgjigjen e saj. Çdo frikë gjen paqen e saj. Çdo vuajtje gjen kuptimin e saj. Sepse në momentin e përjetshëm, çdo gjë është saktësisht ashtu siç duhet të jetë. Ka qenë gjithmonë, do të jetë për gjithmonë. Dhe ju jeni atje. Keni qenë gjithmonë atje. Do të jeni për gjithmonë atje. Mirë se vini në shtëpi, por tani duhet të bëjmë diçka të çuditshme. Duhet të kthehemi në fillim. Jo sepse kemi harruar diçka, por sepse tani, pas gjithçkaje që kemi eksploruar, fillimi ka një kuptim krejtësisht të ri. Kujtoni se si filluam. Në këtë moment, ndërsa lexoni këto fjalë, truli juaj po ju gënjen. Por tani, pjesni veten. Kush është ai që po gënjehet? Kush është ai që po lexon këto fjalë? Kush është ai që po përjeton këtë moment? Kjo nuk është një pyetje retorike. Kjo është pyetja më thelbësore që një qenie njerëzore mund të bëjë. Dhe përgjigja e vërtet, jo ajo intelektuale, është porta drejt një dimensioni të realitetit që shkenca po fillon ta prek, por që nuk mund ta kap plotësisht. Sepse shkenca studion objektet, studion gjërat që mund të maten, të peshohen, të vëzhgohen nga jashtë. Por ndërgjegja nuk është një objekt.
Ndërgjegja është subjekti, ajo që vëzhgon, ajo që mat, ajo që përjeton. Dhe si mund të studiosh atë që studion gjithçka tjetër? Në vitin 2026, filozofi britanik Philip Goff publikoi një libër të quajtur Ndërgjegja dhe universi themelor, ku propozoi diçka që ai e quajti panpsikizëm. Ideja se ndërgjegja nuk është një pronë që lind vetëm në tru kompleks, por një aspekt themelor i vetë realitetit, i pranishëm në çdo nivel të ekzistencës. Kjo nuk është një ide e re. Filozofi gjerman Gottfried Leibniz e propozoi në shekullin e 17. Filozofi francez Henri Bergson e zhvilloi në shekullin e 19. Fizikanti austriak Erwin Schrödinger, një nga themeluesit e mekanikës kuantike, e mbrojti në shekullin e 20. Por ajo që është e re, është se tani kemi prova matematikore që e mbështesin këtë ide. Në vitin 2024, fizikanti amerikan Max Tegmark publikoi një ekuacion që tregon se nëse trajtonin ndërgjegjen si një pronë themelore të informacionit, jo si diçka që lind nga informacioni, por si vetë natyra e informacionit, atëherë të gjitha paradokset e mekanikës kuantike zgjidhen. Problemi i matjes zhduket. Paradoksi i macës së Schrödingerit zhduket. Madje edhe ndarja artificiale ndërmjet vëzhguesit dhe të vëzhguarit zhduket. Sepse nëse ndërgjegja është themelore, atëherë nuk ka vëzhgues të ndarë nga realiteti. Ka vetëm realitet duke u vëzhguar vetë. Ka vetëm ndërgjegje duke u përjetuar vetë në forma të pafundme. Dhe kjo na çon në një të vërtet që është kaq e thjesht sa është pothuajse e pamundur ta besosh. Ju nuk jeni një fragment i vogël i ndërgjegjes që ka lindur rastësisht në një univers të pavëtdijshëm. Ju jeni universi duke u bërë i vetëdijshëm për veten në këtë formë specifike. Kjo nuk është metaforë, kjo nuk është poezi, kjo është logjik e pastër. Nëse ndërgjegja është themelore, nëse është një pronë e vetë realitetit, atëherë çdo grimc në trupin tuaj, çdo atom në trurin tuaj, çdo foton që godet retinën tuaj, është një shprehje e ndërgjegjes. Dhe kur këto shprehje organizohen në një strukturë mjaft komplekse, një tru njerëzor, ato krijojnë një formë të re të ndërgjegjes, vetëdijen. Aftësinë e universit për të ditur se ekziston. Dhe kjo është ajo që jeni ju. Jo një qenie e veçantë që vëzhgon universin nga jashtë, por universi duke u vëzhguar vetë nga brenda. Kjo shpjegon pse koha ndjehet kaq reale edhe pse nuk është themelore. Sepse ju, kjo formë specifike e ndërgjegjes, jeni ndërtuar për të përjetuar universin në sekuenca, në shkaqe dhe pasoja, në para dhe pas. Kjo është mënyra se si universi po eksploron veten përmes jush. Por kjo shpjegon edhe pse mund të dallësh nga burgu i kohës, sepse ju nuk jeni vetëm kjo formë specifike. Ju jeni edhe ndërgjegja themelore që krijon këtë formë. Ju jeni edhe vala edhe oqeani, edhe personazi edhe autori, edhe ëndra edhe ëndruesi. Dhe kur e kuptoni këtë, kur e përjetoni këtë drejt për drejt, diçka e jashtëzakonshme ndodh. Në vitin 2023, neuroskientuisti indian Zoran Josipović kreu një eksperiment ku mati aktivitetin e trurit të murgjve budist gjatë asaj që ata e quajnin njohja e natyrës së mendjes, një gjendje ku ndërgjegja bëhet e vetëdijshme për veten, ku vëzhguesi dhe e vëzhguara bashkohen në një, dhe zbuloi diçka që shkenca nuk e kishte parë kurrë më parë. Në këtë gjendje, dy rrjete të trurit që normalisht nuk aktivizohen kurrë njëkohësisht, rrjeti i vëmendjes së jashtme dhe rrjeti i vëmendjes së brendshme, po funksionin në sinkronizim të përsosur. Ishte sikur truri kishte tejkaluar një kufizim themelor të arkitekturës së tij, kishte gjetur një mënyrë për të qenë plotësisht i pranishëm në botën e jashtme dhe plotësisht i vetëdijshëm për botën e brendshme në të njëjtën kohë. Dhe në këtë gjendje, subjektet raportuan diçka që t'i ngëlon si një paradoks. Ata ishin plotësisht të pranishëm në momentin e tanishëm, por në të njëjtën kohë kishin një ndjenjë të qartë se ky moment ishte i përjetshëm, se ai përmbante të gjithë kohën, se ai ishte jashtë kohës. Kjo është ajo që traditat kontemplative e kanë quajtur me emra të ndryshëm: Satori në Zen, Samadhi në yoga,
Fana në sufizëm, Henosis në neoplatonizëm. Por pavarësisht nga emri, përvoja është e njëjtë. Njohja e drejt për drejt se ndërgjegja individuale dhe ndërgjegja universale nuk janë dy gjëra të ndara, por dy aspekte të së njëjtës realitet. Por, dhe ky është një por kritik, kjo njohje nuk shkatërron individualitetin, nuk ju bën një blob të padiferencuar të ndërgjegjes kozmike. Përkundrazi, ju bën më plotësisht ju se keni qenë kurrë. Sepse kur kuptoni se jeni një shprehje unike e universit, kur kuptoni se askush tjetër nuk ka qenë kurrë, nuk është dhe nuk do të jetë kurrë saktësisht ju, atëherë çdo moment i jetës suaj merr një kuptim të ri. Çdo zgjedhje bëhet e rëndësishme, çdo përvojë bëhet e çmuar, jo sepse do të zgjas përgjithmonë, por pikërisht sepse është e përkohshme, e vetme, e përsëritur kurrë. Kjo është paradoksi i bukur i ekzistencës. Ju jeni eve i përjetshëm, eve i përkohshëm, eve i pafund, eve i kufizuar, eve universi i tërë, eve një pikë e vogël brenda tij. Dhe të dy janë po aq të vërteta. Në vitin 2025, filozofi amerikan Thomas Nagel shkroi një ese të quajtur Pamja nga askund dhe Pamja nga diku, ku argumentoi se një kuptim i plotë i realitetit kërkon të dy perspektivat: perspektivën objektive, shkencore, nga askund, dhe perspektivën subjektive, të përjetuar, nga diku. Dhe gabimi që bëjmë është të mendojmë se njëra është më reale se tjetra. Shkenca na tregon se jemi koleksione atomesh që ndjekin ligjet e fizikës. Kjo është e vërtet. Por përvoja na tregon se jemi qenie të vetëdijshme që përjetojnë dashuri, bukuri, kuptim. Kjo është po aq e vërtet. Shkenca na tregon se koha është një iluzion që lind nga perceptimi ynë i kufizuar. Kjo është e vërtet. Por përvoja na tregon se jetojmë në kohë, se kemi një të kaluar që na ka formsuar dhe një të ardhme që po krijojmë. Kjo është po aq e vërtet. Qelsi nuk është të zgjedhësh njërën perspektivë mbi tjetrën. Qelsi është të jetosh në të dyja njëkohësisht. Të dish se koha është një iluzion dhe të planifikosh për të ardhmen. Të dish se vdekja është vetëm një tranzicion dhe të vlerësosh çdo moment të jetës. Të dish se jeni universi dhe të kujdesesh për këtë trup specifik, këtë jetë specifike, këto marrëdhënie specifike. Kjo është arti i jetesës së plot. Jo të zgjedhësh ndërmjet të përjetshmes dhe të përkohshmes, por të përqafosh të dyja. Jo të ikësh nga bota, por të jesh plotësisht në botë, duke ditur se bota është një shprehje e diçkaje më të madhe. Dhe kjo na çon në pyetjen përfundimtare. Pse? Pse ekziston universi? Pse ekziston ndërgjeja? Pse ekziston koha edhe si iluzion? Këto janë pyetjet që shkenca nuk mund t'i përgjigjet, jo sepse shkenca është e kufizuar, por sepse këto janë pyetje që shkojnë përtej fushës së shkencës. Janë pyetje filozofike, ekzistenciale, përfundimisht mistike. Por kjo nuk do të thotë se nuk kanë përgjigje. Në vitin 2026, kozmologu britanik Lee Smolin propozoi një ide të quajtur universi i vetë organizuar. Ideja se universi nuk është një makinë pa jetë që ndjek ligje të paracaktuara, por një sistem i gjallë që evoluon, që mëson, që krijon kompleksitet të ri. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë ndoshta qëllimi i universit është vetë evolucioni. Ndoshta universi ekziston për të eksploruar çdo mundësi të ekzistencës. Ndoshta ndërgjegja ekziston sepse është mënyra më e lartë e eksplorimit, mënyra se si universi bëhet i vetëdijshëm për veten, mëson nga përvoja e tij, krijon forma të reja të bukurisë dhe kuptimit. Dhe ndoshta koha ekziston, sepse evolucioni kërkon sekuencë, kërkon shkak dhe pasojë, kërkon një rrugë përmes peizazhit të mundësive. Por nëse kjo është e vërtet, atëherë çdo moment i jetës suaj nuk është vetëm një fragment i rastësishëm i ekzistencës. Është një kontribut unik në evolucionin e universit. Është një mënyrë se si universi po mëson, po rritet, po bëhet diçka e re. Çdo zgjedhje që bëni, çdo përvojë që keni, çdo mësim që nxirrni, nuk janë vetëm tuajat, janë kontributi juaj në vetdijen kolektive të universit. Dhe kjo ju jep një përgjegjësi të jashtëzakonshme, të jetoni sa më plotësisht, sa më vetëdijshëm,
sa më autentikisht që mundeni, jo sepse do të shpërbleheni, jo sepse do të ndëshkoheni nëse nuk e bëni, por sepse jeni një shprehje unike e universit dhe mënyra se si jetoni kontribuon në atë që universi po bëhet. Kjo është kuptimi përfundimtar i çlirimit nga burgu i kohës. Nuk është të ikësh në përgjithësia, por ta kuptosh atë në një nivel më të thellë. Nuk është të jetosh pa qëllim, por ta gjesh qëllimin në vetë aktin e jetesës së vetëdijshme. Sepse në fund, çdo gjë që kemi eksploruar, fizika e kohës, neuroskencat e ndërgjegjes, praktika e meditimit, transformimi i shoqërisë, të gjitha çojnë në të njëjtën të vërtetë. Ju nuk jeni një viktim e kohës. Ju jeni një krijues i saj. Ju nuk jeni një rob i fatit. Ju jeni një artist i ekzistencës. Ju nuk jeni një fragment i vogël i humbur në një univers të madh të padiferencuar. Ju jeni universi, duke u përjetuar vetë në formën më të bukur, më komplekse, më të vetëdijshme që ka krijuar ndonjëherë. Dhe çdo moment që jetoni në këtë vetëdije, çdo moment që zgjidhni momentin e përjetshëm mbi iluzionin e kohës, jeni duke kontribuar në diçka të jashtëzakonshme, në zgjimin e universit ndaj vetes. Por tani, në këtë moment, ndërsa këto fjalë po mbarojnë, duhet të bëjmë diçka të rëndësishme. Duhet të kthehemi në atë që është më e thjeshtë, më e drejtë për drejtë, më e pranishme. Mbyllni syt për një moment. Merrni një frymë të thellë dhe vini re se çfarë po ndodh. Vini re se si gjoksi juaj ngrihet dhe ulet. Vini re se si ajri prek hundën tuaj. Vini re se si zemra juaj rreh. Vini re se si mendjet tuaja lëvizin, ndoshta duke menduar për atë që sapo dëgjuat, ndoshta duke planifikuar se çfarë do të bëni më pas, ndoshta duke u shqetësuar për diçka krejtësisht tjetër. Dhe tani, vini re diçka më të thellë. Vini re se kush është ai që po vëzgon të gjitha këto. Kush është ai që është i vetëdijshëm për frymëmarrjen, për rrajet e zemrës, për mendimet. Mos u përpiqni ta përgjigjeni intelektualisht. Thjesht vini re, thjesht jini të pranishëm me pyetjen. Sepse në këtë vëzhgjim të thjesht, në këtë praninë e thjesht, ju jeni duke përjetuar drejt për drejt atë që të gjitha fjalët, të gjitha teoritë, të gjitha eksperimentet mund vetëm të tregojnë: momentin e përjetshëm, ndërgjegjen e pastër, realitetin përtej kohës. Nuk është diçka që duhet arritur, është diçka që është gjithmonë këtu, duke pritur të njihet. Nuk është një gjendje e veçantë, është vetë natyra e ekzistencës suaj. Nuk është një destinacion në fund të një udhëtimi të gjatë, është pika e fillimit, pika e mesme dhe pika e fundit të çdo udhëtimi. Dhe çdo herë që ktheheni në këtë praninë të thjeshtë, çdo herë që zgjidhni të jeni këtu, tani, plotësisht, po dallesh nga burgu i kohës. Jo për gjithmonë, jo në mënyrë absolute, por për atë moment. Dhe ky moment është i vetmi që ekziston. Pra le të përfundojmë ku filluam, por me një kuptim krejtësisht të ri. Në këtë moment, ndërsa lexoni këto fjalë, truri juaj po ju gënjen, po ju krijon iluzionin e kohës. Por tani e dini, kjo gënjeshtër është edhe një dhuratë, sepse pa të nuk do të kishit këtë përvojë unike të jetesës në një trup njerëzor, në këtë planet, në këtë moment të historisë kozmike. Dhe në të njëjtën kohë, tani e dini, ju nuk jeni vetëm kjo përvojë. Ju jeni edhe ndërgjegja që e krijon atë. Ju jeni edhe vala, edhe oqeani, edhe ëndra, edhe ëndruesi, edhe i burgosur, edhe i lirë. Dhe kjo është e vërteta përfundimtare, që nuk mund të shprehet plotësisht me fjalë, por që mund të jetohet plotësisht në çdo moment. Ju jeni momenti i përjetshëm duke u përjetuar vetë. Keni qenë gjithmonë, do të jeni për gjithmonë. Dhe çdo gjë tjetër, koha, hapësira, shkaku dhe pasoja, lindja dhe vdekja, janë thjesht mënyra se si ky moment i përjetshëm po luan me veten, po eksploron veten, po gëzon veten. Mirë se vini në shtëpi. Mirë se vini në momentin e përjetshëm. Mirë se vini në atë që keni qenë gjithmonë dhe do t'jeni për gjithmonë. Sepse nuk ka asnjë vend tjetër ku të shkoni,
nuk ka asnjë kohë tjetër ku të jeni. Ka vetëm